Për Arbenin është e qartë, do të thotë që, siç e thash, do të thotë është ka e bën me urdhën të ka bën, siç e ka transmetuar Arbëria në gazë me urdhën të. Edhe masanej, kurse ky tjetri, ky s'ka faj, ky menon ka menun në herë që unë mund nala s'flas për unë kam për turp më thon drejtën, me pas dekanin mashtrues ordiner. Do të thotë ose rektorin huligan, se ato sjellet e tij në raport 100% huliganesk, rrugasvir ordiner. Çfarë drejti ti mund të më thonë një profesorit të universitetit biçime do të merrem me këto, do t'ja bëjmë kështu. Ti sta kalon babat në universitet privat më është më shku. E për çfarë arsye, për cilat shkelje ju kanë shqiptu këtë masë disciplinore? Më theri pyetja ata, se kam qasë në ato vendime, as si kum lexu kurr. Gjitha ato komentet unë i kam bë në baza parimuar, domethënë, procedurale, sepse çdo afat ka kaluar aty, çdo logjik ka kaluar. Çdo afat, çdo logjik. Si të shkon gjyqja, trishtohet gjyqi ku ti shë, do të thotë. Pra ajo është fjala për këto pretendimet që keni munguar në ligjërata? Jo, ajo. Edhe jeni pagu për njëjtën? Jo, se kanë ata për pagesë, pagesë kanë bërë vepër penale vetë, se kanë ditë. E kanë ditë mungesa ime, do të thotë në se gjasme se kanë ditë. Edhe thirrën në një raport agjencisë akreditimit, se agjencija akreditimit nuk merret me profesora, shkojnë në orë ajo. Ato menaxhmenti gjithkund e bën ajo. Ato atë nuk e han kërkush. Hajde që pas ke ditin maj, agjensia pas ka thonë. Po edhe 4 muaj rroga më paguve mu, se pas ke ditur në televizor për natë. Se pas ke ditur.